Kam kënaqësi që në studio të kem drejtoreshën e Gjimnazit Publik, Vllazërim Bashkim, zonjën Erdita Kovaçi. Përshëndetje, Erdita. Përshëndetje, mirë si u gjeta. Ka filluar gjysmëvjetori i dytë, le të themi me të ftohtin e dimrit fillon edhe përsëri rikthimi në banka, por si filloi një herë? Besoj se koha është edhe i ftohtit, ndërsa koha për të filluar gjysmëvjetori i dytë. Kemi bërë një rifillim të mirë. Kemi bërë para përgatitjet e nevojshme për rifillimin edhe të njëhershëm të themi dhe të gjysmëvjetorit të dytë dhe besoj se çdo gjë do të jetë në rregull, në qoftë se edhe moti do të jetë në favorin ton, sepse ju e dini ne gjysmëvjetorin e parë kemi pasur vështirësi të caktuara që kanë qenë të shkaktuara nga moti me shi. Po, për këtë e nisëm kështu. Le të shpresojmë që le të jetë, le themi sa më mbar dhe pak këto problemet e rreshjeve atmosferike dhe çdo gjë tjetër. Nëse bëjmë një përmbledhje të gjysmëvjetorit të parë me sukseset, me aktivitetet shkollore, por edhe me aktivitetet, le të themi, të cilat i angazhojnë nxënësit edhe jashtë mësimit të rregullt, si mund ta përmbledhim? Besoj se ne tashmë dhe njihemi në komunitet ose në qytetin tonë që jemi një shkollë që përcjellim pak a shumë edhe trendet edhe projektet edhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me rinin ose me nxënësit e shkollës sonë dhe ashtu ishte edhe gjysmëvjetori i parë i Joni. Ne e filluam gjysmëvjetorin me një lajm të rëndësishëm ku u bëm pjesë e projektit të madh të super shkollave ose super schools që ka të bëjë me një grup nxënësish nga shkolla jonë të përzgjedhur për të bërë shkëmbimin me nxënësit nga shkolla e Kosovës, Prishtinës, shtatori. Ky është projekt që tani do të realizohet në fillim të shkurtit. E kemi fituar pra në shtator, kur e filluam vitin shkollor dhe e filluam mbar, ndërsa realizimi do të jetë tani në shkurt dhe pastaj gjatë prillit do të vinë shkolla e Kosovës tek ne. Megjithatë ne njihemi që kemi bashkëpunim edhe me shkollën në Gjermani, në Ludwigshafen, një shkollë e mesme. Ne kemi pasur vizitën nga nxënësit e saj gjatë gjysmëvjetorit të parë, ndërsa tani në fund të janarit do shkojnë nxënësit tanë në Gjermani. Këto sa i takon këtyre shkëmbimeve të nxënësve, ne megjithatë jemi përpjekur që asnjë fushë të shkollës të mos e lëjmë pa një përkujdesje ose pa jo dhënë edhe vëmendjen tonë, prandaj kori i shkollës i cili besoj se njihet tani gjërësisht, i kemi ofruar mundësi që të dalë edhe jashtë kufive, duke bërë bashkëpunime me organizata siç ishte me Globus Art dhe Ramiz Hajdari, që kishim për performancën tonë në Gjirokastër, pastaj me Cekumin dhe drejtorin Gzim Hajdinaga kemi pas një performancë të korit në Prishtinë dhe në Ulqin. Në aktivitetet që ka organizuar komuna, siç ishte Shporta Vjeshtes ose Sweet December, po ashtu kemi pasur paraqitjen e korit dhe besoj se për korin ton finalja më e bukur ishte pjesa kur kemi bërë bashkëpunimin me ju dhe kemi incizuar programin e vitit të ri, për cilën edhe një herë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë, sepse jo vetëm që mbetet një kujtim për të gjithë nxënësit e shkollës, por besoj se shumë gjërë kanë parë që tek ne punohet fort dhe është parë talenti nxënësve tanë në këtë fushë. Ka qenë shumë e mirëpritur, komentet kanë qenë shumë pozitive, edhe është bukur kur le të themi pjesë e ekranit bëhen fytyrat e reja të qytetit tonë, siç janë nxënësit. Besoj se meritojnë sepse ato kanë kohë gjatë, është reciproke. Kanë pas një kohë gjatë që kanë ushtruar, kanë punuar me profesorin Blendin Maxharrin, cilin e përshëndesim sepse ai punon në mënyrë vetë mohuese me këta nxënës, nuk ka orar, nuk ka kohë pune, thjesht punon për të nxjerrur diçka të bukur dhe performancat e tilla kanë çuar shkollën tonë të themi në një nivel më të lartë, pasi që tani dihet ose pritet prej nesh që të sjellim gjëra të bukura, ndërsa interesimi i nxënësve për këtë aktivitet është i madh. Kori i shkollës numëron mbi 60 nxënës, por që solistët dhe instrumentalistët ato me të dalluarit kanë qenë pjesë e këtij programi të vitit të ri. Tani, të dalim edhe tek investimet që janë bërë edhe tek ajo pjesa ku po mbahen aktivitetet më së shumti, ku edhe është shtruar, le të themi, është renovuar, është gjithçka edhe më e re dhe më e pastër, më e bukur. Investimet të tilla janë penguar ndoshta nga përmbytja që janë shkaktuar apo
nuk ka ndikuar në... Po, realisht, ne gjatë çdo viti shkollor, të paktën gjatë pushimeve, kur i kemi pushimin veror dhe pushimin dimror, i kushtojmë rëndësi investimit në shkollë. Shkolla, siç e dim të gjithë, është një shkollë e vjetër, realizuar, ndërtuar para 60 viteve me qëllim shkollimin, arsimimin e një numri të caktuar nxënësish, për 300 nxënës është e parapar. Ndërsa ne numërojmë sot mbi 800 nxënës dhe për neve shkolla është tashmë amortizuar dhe e vogël, ngushtë për të realizuar krejt ato çfarë ne do të donim të realizonim, sepse siç e dini ne jemi shkollë kombinuar, përveç gjimnazit kemi edhe shumë drejtime profesionale dhe secili drejtim profesional ka nevojë për ato mjetet, kushtet për realizimin e atij programi mësimor. Themi frizert për shembull, ne ju e keni përcjellur dhe më herët e kemi formuar atë kabinetin e frizerëve me të gjitha mjetet e nevojshme ose të automekanikëve ose të turizmit e kështu me radhë. Por përveç programeve mësimore, për mjetet të veçanta pune kanë edhe aktivitetet e lira ose seksione që i kemi të formuara në shkollë. Ne e kemi adaptuar mjaft mirë pjesën e korridorit ku mbajmë shfaqjet ndryshme, ku edhe kremtojmë raste dita ndërkombëtare kështu me radhë. Po me përmbytjet ajo pjesë nuk është shprekur pjesa e cila është më afër të themi nivelit të tokës, uji ka hyrë në shkollën tonë në atë rast rreth 40 cm dhe ka bërë dëme. Domethënë dëmet të cilët i kemi vlerësuar ne në vlerën 5-6.000 euro. Ndoshta edhe të themi nuk është edhe aq e madhe, po gjithsesi nuk e kanë penguar procesin arsimor. Ne thjesht 1 ose 2 ditë kemi pasur nevojë që ta pastrojmë të gjithën. Me këtë rast edhe dua të falenderoj të gjithë kolektivin, sepse menjëherë pasi që e kemi pasur përmbytjen, kemi qenë një numër i madh profesorësh në shkollë, cilët pa hezitim janë përgjigjur thirrjes që ta pastrojmë shkollën dhe besoj se e kemi realizuar shumë mirë, por përmbytja ndodhi përsëri pas 2 javësh, përsëri vetë kemi pastruar shkollën, kemi bërë dhe dezinfektimin, deratizimin, gjithë ato që shkojnë pas një pastrimi të tillë. Më vonë nga komuna kanë reaguar duke hapur kanalet e kanalizimeve dhe diçka ka ndodhur domethënë, por gjatë rresheve të fundit nuk kemi pasur jo vetëm përmbytje, por nuk kemi pasur as ujë në oborrin në shkollës, kështu që një falënderim edhe për shërbimet tona komunale që kanë reaguar, megjithatë besoj se çdo të reagohet më herët, të kujdesohen më shumë për pjesë të kanalizimit që mos të vinë deri tek përmbytjet e tilla. Prandaj po thoja që sa i takon aktiviteteve të lira ne mundohemi që të realizojmë edhe në shkollë, po dhe në ambientet e tjera, dhe në qendër për kulturë realizojmë ditën e shkollës në mënyrë të vazhdueshme, pasi që një numër i madh nxënësish dhe vizitorësh vinë atë ditë për ta ndjekur shfaqjen dhe ambienti i shkollës është i vogël për të përfshirë të gjithë. Kështu që mundohemi e menaxhojmë mirë pjesën, besoj se arrijmë që të përkrahim çdo aktivitet, çdo iniciativë që bëhet në shkollë. Cilat ishin drejtimet e reja që patëm me këtë fillim viti? Ne këtë fillim viti, po, kishim drejtimin teknik administratës dhe i ligjit, në gjuhën malazeze është pravno administrativni tehničar, dhe kemi drejtimin autoelektrik, 2 drejtimet e reja për cilët pati interesim dhe u hapën. Ne kemi përcjellur edhe më herët, ne vazhdimisht çdo vit provojmë të sjellim drejtimet e reja. Për shembull kemi pasur rastin kur një vit kemi dashur të hapim drejtimin e bujqësor në shkollë, por nuk ka pas të interesuar. Kështu që ne çdo vit sjellim diçka, tani varet a është interesimi i nxënësve i tillë ose nuk është. Drejtimi i mjekësisë, teknik i mjekësisë është drejtim tani më është bërë, domethënë 2 gjenerata kemi të regjistruara. Këtë vit do të ketë sërish hapje të këtij drejtimi, sepse ne hapim një vit po, një vit jo teknikun e mjekësisë, tani është rradha që të hapet. Aty ka interesim solid, edhe për drejtimin, siç e thash që kemi hapur këtë vit, ka pas interesim, dhe për autoelektrik ka pas interesim. Madje të drejtimi autoelektrik, që është një drejtim 3 vjeçar, pothuajse të gjithë nxënësit i kemi në mësimin dual. Në mësimi dual është ajo që ato bëjnë teorinë në shkollë, praktikën e bëjnë tek punëdhënësi, por për punën e tyre që bëjnë tek punëdhënësi paguhen nga shteti. 2 vitet e para i paguan shteti, ndërsa vitin e tretë nëse kanë qenë të mirë në praks, atëherë punëdhënësi është i obliguar që t'ju jap pagesën. Pagesa nuk është ajo e zakonshmja minimalja, por është 1/3 e pages minimale në Maltëzi.
Megjithatë është me njëherë domethënë, me njëherë të gjitha ata nxënës që kemi të futur në mësimin dual dhe të gjithë paguhen, domethënë kanë pagesën e tyre mujore nga shteti, nga Ministria e Arsimit, që besoj se është një gjë e mirë dhe ky është ajo e mira këtyre drejtimeve që janë 3 vjeçare. Nëse një nxënës është i mirë në atë që bën, me njëherë mund ta shtim tek mësimi dual dhe të fitoj pagesën. E bukur. Kjo është e bukur, besoj se po që duhet ta dinë edhe ata cilët regjistrojnë këto drejtime, që nuk janë thjesht drejtime për të kryer diçka në shkollën e mesme, por janë drejtime që mund të kenë perspektivë dhe mund t'ju sigurojnë një të ardhme më të mirë, janë drejtime të kërkuara, kuzhinier, frizer, automekanik, autoelektrik, instalater të pajisjeve energjetike, kështu me radhë, të gjitha këto drejtime janë drejtime që kërkohen, që kanë perspektivë dhe mund të përfitojnë prej tyre që në ditën e parë të shkollës së mesme. Është mirë të kthehet kjo praktika, le të themi që jo të gjithë në sigurisht, po që të drejtohen tek gjimnazi. Ne numrin më të madh kemi të regjistruar në gjimnaz, por thjesht ndoshta do duhet edhe pak kohë të vedisohemi se jo vetëm gjimnazi e sjell një të ardhme, sepse ne kemi shumë raste kur nxënësi kryen gjimnazin e pastaj vazhdon në një zanat. Domethënë është një kohë e humbur ajo ta quajmë ashtu, sepse mund të kvalifikohet direkt në një drejtim profesional për një profesion të ardhshëm. A mund të themi që gjysmëvjetori i dytë merret më seriozisht edhe nga nxënësit për mësimet? Besoj se po, sepse kërkesa po është fundi, notat do të mbyllen, besoj se gjysmëvjetori i parë është më tepër ashtu ta shohim ku jemi me notat dhe atëherë gjysmëvjetorin e dytë ose do t'i japin vetes më shumë që të arrihet një sukses më i mirë. Po gjysmëvjetori i dytë sidomos është rëndësishëm për maturantët, të cilët kanë edhe provimet e maturës. Dhe ato janë provime që me të vërtet kërkojnë përgatitje. Ne në shkollë u ofrojmë edhe përgatitjen ekstra nxënësve të cilët do të kalojnë provimet e maturës. Profesorët e lëndës mbajnë orë shtesë, orë ekstra që janë të lidhura ekskluzivisht me kalimin në provimin e maturës dhe besoj se do të kemi rezultatet e mira. Viteve të fundit janë ashpërsuar kushtet për të dhënë provimin e maturës, ka shumë mbikëqyrës që vinë nga Ministria dhe nga institucionet përkatëse, kështu që nxënësit e marrin pak me stres, por besoj se me një përgatitje të mirë do t'ja dalin barë. Mirë, tani kur flasim për le të themi çdo gjë që ofrohet nxënësve, fatmirësisht janë pozitive si nga vetë shkolla, si nga Ministria, por nga ana tjetër kemi parë le të themi edhe publikimin e disa ligjeve të reja për vetëm nxënësit. Na konkretizo pak më shumë se për çfarë bëhet. Po, është e vërtet në gusht të këtij viti ka kaluar ligji i ri për arsimin, i cili na prek sidomos ne mësimdhënësve të cilët kemi kryer fakultet në gjuhën amtare. Të gjithë këta jo vetëm ne, por të gjithë shtetasit e Malit të Zi, të cilët kanë kryer një fakultet jashtë kufive të Malit të Zi dhe dëshirojnë të punojnë si mësimdhënës, janë të obliguar përveç nostrifikimit të diplomës që e kemi bërë vite me radhë, të kryen edhe barazimin e diplomës. Barazimi i diplomës nënkupton që me kryerjen e fakultetit, të themi në Tiranë, merret programi cilin e ke kryer dhe bihet pranë fakultetit në Mal të Zi i cili e realizon një program të tillë. Për shembull, kryhet psikologjia, po shkojnë nga profesioni im, merret programi i psikologjisë, sillet pranë fakultetit filozofik dhe aty formohet një komision i cili e vërteton nëse është programi i barazvlefshëm me programin e Malit të Zi, apo ka nevojë për provime shtesë. Kjo realisht është bërë për të ndaluar ndoshta ardhjen e diplomave që janë të dyshimta, prej fakulteteve të dyshimta, në mënyrë që të bëhet një farë klasifikimi këtyre diplomave, por që fatkeqësisht na prek edhe në mënyrë retroaktive edhe ne të tjerëve të cilët para 15-16 viteve, sepse nga viti 2008 ka filluar që të mos bëhet barazimi i diplomave, më herët është bërë para vitit 2008, po gjithsesi deri në vitin 2008 janë 16-17 vite, kështu që 16-17 vite punë dhe të rikthehemi përsëri për të dhënë ndonjë provim diferencë. Besoj se nuk është e lehtë për asnjë mësimdhënës, por do të shohim ende nuk është që diçka kanë konfirmuar në mënyrë zyrtare me ndonjë shkresë, por thjesht për momentin mësimdhënësit cilët kanë aplikuar për licenca, pasi që ne licencohemi çdo 5 vite, një mësimdhënës i cili e ka pas licencën e parë dytën, domethënë ka më shumë se 10 vite punë në shkollë, është detyruar që të rikthehet në fakultet, të marrë programin dhe të shikojë ta barazojë pranë fakulteteve përkatëse në Mal të Zi. Është një çështje që
kërkon me tepër vëmendje, jo vetëm nga ne, por edhe nga instancët e tjera, do të thënë nga ministrat tanë, nga përfaqësuesit tanë politik, dhe do të shohim se si do të jetë rezultati përfundimtar. Kemi mjaft drejtime që mund të kenë një diferencë edhe më të madhe se ndoshta një 10%. Po, derisa të vinë tek provimet është çështja që së pari ne duhet të rikthehemi në fakultetet të cilat pyetja është a i kanë ato programe ende valide që janë bërë para 15-16 viteve. Pastaj tjetra përkthimi programeve në gjuhën malazeze, që janë programe nga 200-300-400 faqe, që është një kosto mjaft të lartë. E pastaj deri të vi tek universiteti dhe dhënia provimeve përkatëse. Është një procedurë jashtëzakonisht kërkuese dhe shqetësuese për momentin për mësimdhënësit cilët kanë kryer fakultetet në gjuhën e tyre anëtare, pra në gjuhën shqipe. Tani, flasim pak e zëm se do të duhet që këto provime të përfundohen. Çfarë ndodh me mësimdhënësit? Mund të vazhdojnë punën deri në kohë që japin provimet? Duke qenë që është një ligj i cili është aprovuar në gusht, ende nuk janë bërë interpretime të duhura. Unë si drejtoresh jam drejtuar ministrisë për ta interpretuar ligjin në mënyrë decide dhe pa 2-3 kuptime, sepse dikush thot në këtë mënyrë, dikush në atë mënyrë. Unë besoj se nuk do të ketë, të më thënë, probleme të tilla që dikush të ketë pasoja nga kjo, por thjesht lypet ose duhet që ministria ta sqarojë pozitën e saj dhe pozitën tonë në aplikimin e këtij ligji të ri. Jeni në kontakt edhe me drejtorët e tjerë të shkollave, le të themi jeni të unifikuar në qëndrimet e juaja? Po, ne kemi pasur kontakte, besoj se do t'i zyrtarizojmë edhe kontaktet dhe do dalim edhe me ndonjë shkresë të përbashkët ose me ndonjë reagim të përbashkët sa i takon aplikimit të këtij ligji. E pashmangshme është që ligji do të aplikohet nga, siç e thatë edhe më herët, nga tani e tutje, por a do të ketë edhe vlerë retroaktive, kjo mbetet të shifet. Okej, është pak një situatë e komplikuar, një situatë shqetësuese, por ure që... Besoj se do ta përcjellni edhe ju, domethënë, si do të zhvillohet situata në këtë rast, pasi që është një çështje e cili prek jo një numër të vogël mësimdhënësish. Kemi mjaft. Të gjitha shkollat të paktën në gjuhën shqipe. Po, ne numërojmë mjaft mësimdhënës, ato të cilët kanë nevojë ta bëjnë këtë punë, domethënë, të shtuar, është mjaft i lartë, por duke marrë parasysh se është edhe shkolla të tjera, sikur Mashall Titoja, Bedrele Zaga, Marko Nocullović, Boshko Strugar, pastaj edhe Tuzi, numri i mësimdhënësve që do t'i nënshtrohen kësaj procedure është mjaft i lartë dhe kostoja për ta realizuar këtë procedurë është jashtëzakonisht shumë e madhe për të gjithë neve. Por, siç e thash, ende nuk kemi diçka decide, thjesht janë penguar disa aplikime për licencën për momentin, duke kërkuar në retroaktive barazimin e diplomave. Ta shohim se si do të jetë edhe finalizimi i aplikimit të këtij ligji. Urojmë që të jetë për mirë. Mirë, aktivitetet kryesore, dalim pak të kjo pozitivja dhe aktivitetet i juaja, cilat janë që kësaj periudhe? Me sa i takon gjyqëtorit të kaluar, ne kemi pas edhe 2 iniciativa të Parlamentit të Nxënësve, që duhet ta përmendim, këtë vit është duke funksionuar shumë mirë. 2 profesoreshat, Sabina Murati dhe Blerta Kovaçi, janë 2 koordinatore që menaxhojnë Parlamentin e Nxënësve. Kanë realizuar edhe 2 iniciativa ose 2 aksione humanitare. I pari ishte për Tetorin Roz, ose Pink October, siç e quajmë në gjuhën angleze, ku ne kemi bërë shitjen e pallaqinkave, krepave, cilët kishin ngjyrë roz dhe nga shumë mbledhur nga shitja e këtyre produkteve është dhuruar tek Spitali Onkologjik i Podgoricës. Ndërsa iniciativa e dytë ose aksioni i dytë humanitar ishte për vitin e ri, kur ne me një shumë të mbledhur të parave kemi blerë një kompjuter, laptop, për qendrën ditore Sirena. Këto 2 iniciativa kanë qenë, besoj, të mirëpritura dhe janë realizuar nga nxënësit dhe Parlamenti i Nxënësve. Ndërsa këtë vit, ju e dini se në gjyqëtorin e dytë ne kemi edhe ditën e shkollës, 21 marsin, ne kemi filluar që tani përgatitjet, besoj se nuk do ta zhgënjejmë publikun as këtë herë, siç kemi bërë dhe vitet e radhës, ndërsa në vitet e kaluara, ndërsa me Edinën Mustafiq dhe Jetën Hoxha, pra regjizoren dhe skenografet e qytetit tonë, po flasim që të sjellim në skenë edhe një pikë tjetër dramatike. Nuk e kemi vendosur hala, por duke qenë se paraprakisht në shkollë dhe
jashtë shkollës përmes një organizate nga Podgorica e cila quhet Prazan Prostor, një numër i madh nxënësve tanë kanë ndjekur kurset e aktrimit. Pra, një prej kurseve është bërë në gjatë pushimit dimror në shkollën tonë për 3 ditë me radhë. Këto mentorët nga organizata Prazan Prostor kanë qenë në shkollën tonë dhe kanë mbajtur këto tipe kursesh me nxënësit tanë, 20 e sa nxënës kanë qenë të përfshirë. E shohim se kemi një kapacitet të mirë dhe në drejtim, kështu që nuk do t'i lëmë edhe këtë vit ta humbim atë talent, po do ta sjellim në skenë. Besoj se do të sjellim një pjesë shumë të bukur dhe sigurisht jeni të ftuar ju dhe të gjithë teleshikuesit, por për më tepër për datat të ndiqni në rrjetet tona sociale do t'ju bëjmë të ditur se kur do t'jenë. Arti dhe kultura pjesë e pandar. Pjesë e pandar e shkollës sonë. Definitivisht ne kemi edhe nxënës të cilët na frymëzojnë që të realizojmë punë të tilla, siç e frymëzojnë profesor Blendin talentet cilët i ka dhe pastaj ai punon me ta dhe i nxjerr në dritë. Kështu kemi parë se kemi talente edhe në aktrim. Bilem iniciativën e këtyre 2 kolegeve, unë i quaj kolege sepse kemi bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë së bashku me Dinën dhe Jetën, e kemi parë se kemi nxënës të interesuar, nxënës të cilët kanë talent, nxënës të cilët dëshirojnë të japin diçka nga vetja dhe besoj se është jashtëzakonisht e nevojshme në një kohë kur jemi të mbushur me informacione nga rrjetet sociale, thjesht vihet në një gjendje kur apatike, kur s'ka më asnjë lëvizje nga asnjë dëshirë për të ndryshuar diçka, ne si shkollë të ofrojmë mundësi të tilla, është kënaqësi për neve, por është edhe përmbushje e dëshirave të nxënësve tanë. I kemi të gjithë nxënësit në gjimnazin tonë vetëm nga komuna Ulqinit, apo kemi le të themi edhe nga nisët afër? Ne nuk kemi jashtë kufive, por kemi nga Tivari. Tivari besoj se gjithmonë ka pasur një prurje në gjimnazin e Ulqinit për shkak se ne ose kemi disa drejtime të reja që nuk i ka Tivari, ose thjesht ju përshtatet koha e paraditës ose e pasditës varësisht, kështu që nga Tivari edhe kemi nxënës, nga komunat e tjera nuk ka, përveç që ne kemi nxënës të huaj, por që janë me banim në Ulqin. Mirë, do të ky bashkëpunimi me komunën Fqinje vazhdon? Po, me to kemi. Ne kemi bashkëpunime me shumë komuna jashtë kufive, sidomos nga Shqipëria dhe nga Kosova, po dhe me Gjermaninë, siç e thash edhe më herët, kështu që edhe këto shkëmbimet interaktive të nxënësve sjellin ndryshime në shkollë, sepse ti e shef diçka që po realizohet diku tjetër, e shef se ka sukses, se është një praktikë e mirë. Kështu që unë besoj se edhe ne si shkollë japim disa standarde ose disa praksa shkollave të tjera. Ata shohin tek ne se si diçka realizohet, se si diçka punohet mirë dhe marrin si shembull në shkollat e tyre. Dhe po besoj se ky është edhe koncepti i shkollave të cilët duan të zhvillohen. Një porosi për gjysmëvjetorin e dytë cila do të ishte për nxënësit në këtë rast? Po unë s'mund të dal jashtë asaj që përfaqësoj shkollën, unë mendoj se shkolla për nxënësit duhet të jetë numri 1 nëse dëshirojnë që diçka të arrijnë, të realizojnë në jetë. Thjesht mos t'i humbin mundësitë të cilat i ofrojmë në shkollë, qofshin aktivitetet e lira, qofshin mësimet, qofshin shëtitjet, nuk e di, gjithçka domethënë cilët çdo gjë që ofrojmë në shkollë ose thjesht nevojat e tyre ti paraqesin pranë nesh se ndoshta nuk është vetëm një nevojë, por mund të dalin më shumë nxënës cilët kanë një nevojë të caktuar dhe ne ndoshta mund ta realizojmë atë gjë. Kështu që mundohemi të jemi sa më të hapur ndaj nxënësve tanë, ndaj kërkesave të tyre, ndaj kërkesave të këtij shekulli dhe t'ju ofrojmë nxënësve tanë më të mirën. E tyrja është vetëm që të përfitojnë prej nesh sa më shumë që të jetë e mundur. Kërkesat e këtij shekulli që lidhen shumë me këtë inteligjencën artificiale, shihet që përdoret nga nxënësit? Besoj se përdoret nga të gjithë, jo vetëm nga nxënësit, por thjesht shpresoj që çdo gjë të merret me rezerva dhe sikur një ditë të binte rrjeti, çfarë do ndodhte? Do të rikthehemi sërish vetes, kështu që investimi më i mirë është në veten tonë. Faleminderit që ishim së bashku në këtë mëngjes. Edhe uroj gjithmonë që të bëhet më mira për gjithë nxënësit edhe mësimdhënësit, për gjimnazin publik, një herë përgëzime për çdo aktivitet që bëni. Faleminderit shumë.